a është obligim apo sunet namazi i vitrit? Nëse është sunet, a bën të mos e falim fare? Është temë debati në mes të medhhebeve të ndryshme, do thot 4 medhhebe, se vallë a është vitri prej vajxhibeve apo prej gjërave obligative që duhet të falen apo jo. Mendimi i medhhebit Hanefi është se në formë të prerë është vajxhib dhe nuk duhet besimtari të neglizhojë në asnjë formë. Duhet ta fal atë sikurse i fal namazet farzi drekës i kindis atë, po jo në atë rang, po është pak më poshtë, megjithatë është diçka obligative që nëse njeriu e lën, atëherë ka gjuna. Kurse medhhebet, 3 medhhebe tjera, kemi do thotë qëndrime që tek ta është sunet i fortë. Do thotë nuk është në gradën e vajxhibit apo të farzit, ashtu sikurse që është tek Hanefit, por është në gradën e prej suneteve të forta që muslimani në raste specifike kur është i smur apo kur është në udhtim apo kur është ka ndonjë punë, është ndonjë obligim, nëse e lën ndonjëherë atëherë nuk ka gjina. Mirë, po nëse bën shprehi, atëherë prap e konsiderojnë se ai person ka bërë gjina. Dhe dallimi qëndron në këtë. Jo do thot në diçka tjetër në terminologji ashtu siç mund ta paramendojnë. Prandaj pa u futur në këto elaborime themi që vërtet muslimani nuk duhet dhe nuk do duhej ta toleroj dhe ta neglizhoj faljen e vitrit në asnjë formë. Përveç rasteve kur është i smur apo kur ka ndonjë udhtim apo është i lodhur tepër dhe kjo i ndodh ndoshta shumë rrallë, atëherë nëse e lën ndonjëherë nuk e shohim do thotë që ka bërë gjinah, por jo në formë do thotë për çdo punë thjesht, për arsye se të gjithë ulemat dhe kemi citate të drejta prej imamëve të ndryshëm që ai njeri i cili e bën shprehi dhe neglizhon mosfaljen e namazit të vitrit, vërtet e konsiderojnë se ai është prej njerëzve mëkatar, nga i cili duhet do thotë të qortohet dhe t'i tërhiqet vërejtja për ato neglizhenca të cilat i bën. Zoti i di më së miri.